Detajet të reja kush është AM që u ka bashkë me Çyrbjen, një tjetër person shpallet në kërkim. Të tjera detaje kanë dalë në dritë nga hetimi ndaj ish-deputetit socialist Jurgis Çyrbja. Ish-deputeti dyshohet se ish përdorues i aplikacionit Sky dhe se bashkëpunoi me personazhe të një grupi kriminal në Durrës. Pas një hetimi të gjatë dhe nga përgjigjet e autoriteteve franceze, u zbulua se gjatë kohës që ishte deputet ai ishte përdoruesi i aplikacionit Sky dhe se ka të dhëna sekrete se ka bashkëpunuar me personazh të një grupi kriminal në Durrës. Bashkë me të kanë në pranga edhe një bashkëpunëtor i tij, shtetësi Ahmet Masha, ndërsa një tjetër shpallur në kërkim. Ndërkaq kujtojmë se i arrestuari mbrëmjen e djeshme Ahmet Masha është person me precedent penal pasi ai është arrestuar dhe dënuar nga gjykata e Durrësit në dhjetor të vitit 2013 për kontraband mallrash në portin e Durrësit. Gjithashtu prokuroria e posaçme në një reagim për mediat bën me dije se Jurgis Çyrbja është arrestuar për kryerjen e veprave penale të korrupsioni aktiv në zgjedhje për krahje autorit të krimit si dhe tregtimi i sekretit shtetëror nga shtetasit. Nisur nga interesi i madh i mediave, ju komunikojmë se policia e shtetit ka ekzekutuar masën e sigurimit arrest në burg të caktuar nga gjykata e posaçme e shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar ndaj shtetasit Jurgis Çyrbja si dyshuar për kryerjen e veprave penale të korrupsionit aktiv në zgjedhje parashikuar nga neni 328 i kodit penal për krahje autorit të krimit, parashikuar nga neni 302 fraksion 1, fraksion 2 i kodit penal si dhe tregtimi i sekretit shtetëror nga shtetasit parashikuar nga neni 295 fraksion 1 kodit penal. Do të ketë një njoftim për shtyp me më shumë detaje, thuhet në reagimin e policisë për mediat.